Arti si akt ndryshimi, transparenca, emocioni dhe rigjenerimi në praktik ka qenë tema e konferencës së tretë në kuadër të edicionit të parë të Prishtina Sustainable Design Week, ekofestivalit që synon të krijojë hapësirë për dialog mbi qëndrueshmërinë dhe inovacionin në industritë kreative. Ngjarja që përmbahet në Kineman Armata, të mërkurën ka mbledhur artist vizual bashkohor nga Kosova e Evropa për të diskutuar mënyrat se si krijimtaria artistike mund të shërbejë si formë ndryshimi në një kohë të kolapsit mjedisor dhe fragmentimit shoqëror. Me prezantimin e veprave të tyre, panelistët kanë sjellë shembuj konkret se si materialet që shpesh konsiderohen mbeturina, si dhe objektet e tjera që gjejmë në mjedis, mund të rigjenerohen, duke bërë ndryshim të madh në perspektivën mjedisore dhe në të njëjtën kohë të sjellin inovacion në jetën artistike. Paneli është moderuar nga Erleta Morina, ndërsa pjesë e panelit diskutues kanë qenë Francesca Pascali, Sisley Gjafa, Driton Selmani dhe Behare Bajraktari. Secili nga ta ka ngritur paralele të ndryshme mbi lidhjen mes natyrës dhe artit. Përmes kësaj lidhjeje, edhe ka ndaluar qëndrueshmërinë e ripërdorimit e të rigjenerimit të objekteve e materialeve, me prezantimet e tyre që lidhen me temën e konferencës së tretë të ekofestivalit. Nga Italia, Francesca Pascali ka sjellë një qasje unike ku arti bëhet urë midis natyrës dhe organikes e industriales, ku përmes materialeve të ricikluara e të përditshmërisë, ajo sfidon perceptimin mbi estetikën dhe bukurinë. Dua të nis t'ju tregoj se sa natyra ka ndikuar në punën time dhe me materialet e kohës time jam munduar të gjej lidhshmëri me botën e natyrës. Hulumtimi ka filluar me materiale industriale dhe objekte nga përditshmëria dhe në planin tim është që t'u jap një jetë të re materialeve që shpesh i konsiderojnë mbeturina, me qëllim që të arrijë vlerën e simetrisë, ritmit dhe bukurisë përmes të cilave natyra ka krijuar format e saj. Në anën tjetër, Driton Selmani ka sjellë perspektivën e një artisti që krijimtarinë e vet e bazon në pasiguritë dhe dyshimet, duke i shndruar ato në forma të reja ku arti bëhet hapësirë reflektimi, rigjenerimi dhe guximi për ta thënë të vërtetën. This is a project that in many ways me trying to shape. Ky është një projekt ku në disa mënyra jam munduar ta frymësoj bazën, që akoma për mua janë qeset plastike. Në një farë mënyre kjo bazë ka ndikuar dhe ka frymësuar mënyrën time të menduarit sot. Për ata që dinë, praktika ime artistike ka nisur me vizatime. Pastaj kam kaluar te skulpturat dhe materialet e gatshme. Kam mbetur akoma te ideat e gatshmeve dhe puna me to, për shembull me objektet e gjetura ose edhe me qeset plastike të gjetura në qytetin e Prishtinës e ka ndërtuar mënyrën se si mendoj dhe drejt gjeografisë sime. Shape the way I think even towards my geography. Në lidhje me gazetarinë mjedisore ka folur Behare Bajraktari, e cila ka sjellë një kombinim të njohurive të fakteve me shqetësimet etike dhe estetike të artit, duke kontribuar me një perspektivë të bazuar në të dhëna, ndërgjegjësim shoqëror dhe nevojën për transparencë në përballje me sfidat mjedisore. Born in the time when a Green Agenda started in EU. E lindur në kohën kur në Evropë kishte filluar agenda mjedisore, ndjej keqardhjet që s'mund të bëj më shumë për vendin tim, mjedisin, natyrën, biodiversitetin dhe çdo gjë tjetër që na rrethon, kështu që kam nisur para 10 vjetësh të merrem me gazetarinë mjedisore dhe për një kohë të gjatë fillova në radio, pastaj në televizion, dhe tani kam një emision dedikuar agendës mjedisore dhe gjithçkaje që ka të bëjë me natyrën në qytete e në fshatra, në modë, në reciklim e në transport. Një dimension tjetër ka sjellë në panel artisti Sisley Gjafa. Ai ka sjellë perspektivën e një artisti që sfidon kufijtë e artit dhe politikës, duke e parë krijimtarinë si një mjet të fuqishëm për reflektim dhe transformim shoqëror. Deshta veç me u prezentu një projekt që jemi të punu për 2018 në PEI, një Institutin e Artit i Bashkuar Arkiv, i cilët ne në këtë rast e kemi riciklu, nëse po flasim për environment, për natyrë, një hapësirë, që ka qenë një shkollë, edhe është një arkiv, nuk është arkivi i UDB-s, KGB-s, CIA-s,
po thjesht është një arkiv vizual ku ndodhen ekspozita personale të artistave. Edhe ju ftoj të gjithë dhe në pej. Të hënën, kur edhe është hapur për herë të parë ky festival, që do t'i zhvilloj punimet deri me 3 tetor, është mbajtur paneli i diskutimit me arkitekt nga Kosova, Shqipëria e Serbia, nën temën hapësirat e mundësive. Të martën është zhvilluar konferenca e dytë me temën kreativiteti si akt riparimi, ku zëra rajonal u bashkuan duke dëshmuar se si hapësirat e tyre, përfshirë edhe ato të platformës Dyvo, që e organizon ngjarjen, mund të krijojnë mundësi për qëndrueshmëri. Ndërkohë të njëjtën mbahet edhe konferenca e fundit me tematik modën si akt të shërimit, për të përmbyllur edicioni i parë i ekofestivalit Prishtina Sustainable Design Week me një ekspozitë në ish bibliotekën Hivzi Sulejmani.